Miq Radio Ngjallje, jemi sot në një emision të veçantë. Kemi ftuar bashkëpunëtorin dhe historianin e njohur tashmë për të gjithë ju, miq të Radios Ngjallje, zotin Ilirian Gjika. Ilirian, ju falenderojmë shumë. Edhe unë ju falenderoj Ad Grigor për ftesën dhe po e përjetoj me kënaqësi të veçantë këtë përvojë, këtë eksperiencë të sotme, të drejtë për drejtë. Hera e parë që unë vi në Radio Ngjallje dhe ndihem shumë i impresionuar. Një ambient pune i jashtëzakonshëm me kushte optimale, një ambient i bollshëm, teknologji, risi, bashkëpunëtor të afërt me të cilët kam darë jo vetëm emocionet e punës së përbashkët, por edhe përjetimet shoqërore dhe të zhvillimeve tona profesionale. Në fakt, miqtë e radios tashmë janë familiarizuar me ju, me imazhin tuaj, me punën tuaj, me fjalët tuaja të shkruarit, por edhe të folurit, sepse nëpërmjet jush kemi sjellë shumë kisha jo vetëm në audio në Radios Ngjallje, në FM, por gjithashtu edhe pamje vizive gjithashtu. Përmendet pak emocionet. Nisi një bashkëpunim profesor para disa kohësh, spontanisht, por që vijoj dhe vazhdon të vijoj. Si ndjeni në këtë bashkëpunim, në fakt? Jam ndjer vërtet mirë, jam rritur profesionalisht, fusha e studimeve, fushën e studimeve do ta krahasoja do bëja një paralelizëm me sportin, me sportistët. Edhe problemi dhe specifikat e fushës studimeve, ose për studiuesin si protagonist, janë si ai sportisti që nëse e vijon stërvitjen dhe karrierën sportive, do të arrijë rezultatet që synon, rezultatet e larta. Nëse do të shkëputet pastaj, do të ketë ato çedimet, problemet, mungesën e ecurisë. Dhe tek unë ka ndodhur kjo eksperiencë nëpërmjet jush, stafit tuaj, nëpërmjet bashkëpunimit ton, më është mundësuar, më është krijuar një dritare që dhe unë të komunikoj jo vetëm për pasionin tim, historinë, por edhe për punën e përditshme dhe për punën studimore. Nuk pretendoj, e them në mënyrën më të mirë të mundshme, e them me një modesti të ligjshme, se kemi bërë ndonjë vepër të jashtëzakonshme. Ne kemi ndarë së bashku të gjitha ato zhvillime të historisë, do të thoja, të monumenteve, të kulturës, të krishtërimit, si një nga kulturat më të vjetra shpirtërore në Shqipëri, të pjesëmarrjes së shoqërisë së kohës në këto zhvillime, dhe mbi të gjitha mendoj se kemi pasuruar dhe një hartë të turizmit kulturor, historik dhe kulturor, që përfaqësohet nga një sër objektesh të shumta, kisha dhe manastire mesjetare, por dhe të kohës së re, pra të periudhës bizantine dhe pas bizantine, po përdorim një term historik, të cilat sot konsiderojnë jo vetëm monumente të kulturës që mbrohen nga shteti në Shqipëri, por që janë dhe objekte të lakmueshme dhe të vizitueshme jo vetëm për turizmin fetar, por dhe për turizmin historik dhe kulturor nga grupe të shumta shoqërore që banojnë në Republikën e Shqipërisë, në territoret shqiptare, që banojnë nga shqiptarët e diasporës, por dhe nga të huajt, të cilët të çudisin ndonjëherë me kërkesat apo qëllimet, ambicet e tyre në drejtim të këtyre monumenteve. Unë do të tregoj një shembull të bashkëpunimit tonë.
rastin e kishës së Marmirojit në Orikum. Po. Së bashku me bashkëpunëtorin ton të vyer, djakonin Aleksandr, ose Aleksandr Dimroqin, po përdor termin civil, shkuam një ditë të shtunë dhjetori të disa viteve më parë për të bërë një emision rreth këtij monumenti të jashtëzakonshëm të arkitekturës bizantine. Dhe gjetëm atje një gjerman, një turist të vetmuar, një vizitor të vetmuar, i cili quhej Jurgen. Dhe patëm një bashkëbisedim shumë interesant, ai ishte e pasionuar pas arkitekturës bizantine, kishte shëtitur në shumë vende të Ballkanit, të Europës juglindore, të cilët kishin qenë pjesë dhe kishin qenë pjesë e perandorisë bizantine dhe trashëgonin objekte të tilla. Dhe biseda pastaj vijoi dhe në mënyrë interesante. Ai kishte ardhur për të krijuar familje në Shqipëri, ishte vendosur në Orikum, i kishte pëlqyer klima, njerëzit, kultura, komunikimi, gatimi, që e mburrte shumë, por unë aty mësova diçka, nuk më kishte shkuar kurrë mendja që do të mësoja që emri Jurgen është emri gjergj në Shqip, dhe këtë zbërtim e bëri djakon Aleksandri. Do më thënë, krahas përçimit të vlerave tek teleshikuesi, tek dëgjuesi, tek lexuesi, nga ana jonë si specialist ose si pjesë të ekipit televiziv të Radio Ngjalljes në të cilët kemi shtektuar në këto, kështu e quaj, shtektim profesional në këto objekte kulti për të transmetuar, për të shfaqur vlerat e tyre, pra nuk kemi bërë vetëm, po them, mësuesin, profesorin, lektorin, por edhe kemi mësuar. Kemi mësuar gjëra të tilla që nuk i imagjinonin kurrë. Domethënë një gjerman në kishën e Marmirojit, në periferi, në rrëz të Karaburunit, atje ku vetëm barinjt janë pelegrinët e përditshme, tufat e tyre të bagtive. Është interesante, këtë doja thosha që ka qenë shumë interesante dhe shumë dobipruese dhe shumë argëtuese, do ta quaja, kjo eksperiencë me Radio Ngjalljen. Në fakt, mua më vjen ndërmend, profesor, disa miq të mi shkuan në një zonë që ne eksploruam së bashku, shkuan në Amantja, të nxitur nga dokumentari që kishin parë. Edhe vërtet për mua ai vend mbetet nga më të veçantët që kemi shkuar së bashku. Përgjatë të gjithë të veçantë janë ato vende që ne shkelëm, por Amantja më la një mbresë të jashtëzakonshme. Dhe ajo që bëri përshtypje është sepse ata të nxitur nga ky emision shkuan edhe vizituan vetë, edhe ishin maknitur dhe thanë si ka mundësi. Kemi këto vende në Shqipëri që nuk i dim. Pra ka qenë shumë informuese edhe ky emision në fakt. Do sa për të parë vinë, patjetër që janë bërë emisione për Amantjan, patjetër që kanë folë ekspert, por mënyra si ne i sollëm në kohën që i sollëm, besoj se ndihmuam edhe të tjerë që të informohen për këto pasuri që posedon edhe. Dy emisione specifike të Radio Ngjalljes, të cilat janë emisioni i Aleksandrit, i djakonit Aleksandr, që është gjurmë të Krishtera, dhe është dhe emisioni juaj, udhëtime në kishat e hershme të Shqipërisë. To dy emisione kanë të përbashkëtat e tyre, por kanë edhe specifikat. Të përbashkëtat lidhen sepse ju dy drejtuesit e tyre punoni në një institucion, keni një qëllim, por kanë dhe specifikat sepse originaliteti juaj, të cilin unë kam ndier e kam prekur nga afër
kemi ndarë ato përjetimet të punës në terren, por edhe specifikat e vetë emisionit sipas statusit dhe rolit të tyre. Por të dyja emisionet kanë sjell pamje të jashtëzakonshme, të munguara, nga një tjetër pikpamje e paraqitjes së qyteteve antike, të zhvillimeve të krishtërimit në to, të peshkopëve të parë, të rolit të tyre në zhvillimet e kohës, të monumenteve paleokristiane, të kishave, të vlerave që ato bartin, jo vetëm arkitektonike, jo vetëm historike, jo vetëm kulturore, por edhe artistike. Por kjo është bërë duke ndërlidhur edhe me rolin e madh dhe me homazhin, me nderimin që është bërë figurave të arkeologjisë, të mirëmbajtjes së tyre nga restauratorët, të instituteve të arkeologjisë, të institutit të monumenteve të kulturës, të ateljeve vendore, të punonjësve që kanë punuar me përkushtim, të zbulimeve të reja, të studimeve të jashtëzakonshme që kanë bërë, do t'i quaja, shkencëtarët dhe artistët shqiptar, të cilët me këto punime jo vetëm i bën të njohur botës shkencore në aspektin kombëtar, por dhe botës shkencore ndërkombëtare. Dhe unë do t'i quaja këto shtektime, këto udhëtime, këto emisionet tona si një vlerësim të traditës të shkencave albanologjike, por edhe një sjellje ndryshe në aspektin fetar, shpirtëror, por dhe kulturor, duke i prekur drejt për drejt në terren. Ju përmendët pak më parë Amantian. Ne në Amantia u shoqëruam nga miku jon, arkeologu tashmë i njohur, përgjegjësi i parkut arkeologjik kombëtar, zoti Kriledian Çipa, i cili me shumë korrektësi, profesionalizëm, kompetencë na shoqëroi në të gjitha monumentet e Amantias për bërë prezantimin e punës të pikërisht të brezave të mëparshëm, por dhe të punës që bëhej, dhe ne atje vëmë re punonjës të përkushtuar, të cilët i gjetëm në punë, monumente të mirë mbajtura, marrëdhënie shumë të mira me komunitetin vendor. Më kujtohet ajo nëna e moshuar që na nxori dhall dhe u freskuam dhe u shlodhëm, sepse Amantia ka dhe një specifik tjetër, i ka shumë të shpërndara monumentet dhe duhet të djeshësitësh, të lëvizësh për t'i vizituar, plus edhe terrenit të thyer. Dhe sot Atë Grigor këtu përballë jush në studion, në një nga studiot tuaja të Radio Ngjallës, unë po e përjetoj dhe po e kujtoj vërtet me nostalgjia të ditë të bukur. Por nuk është vetëm Amantia, janë edhe shumë të tjera. Por ka pasur edhe një specifik ky emision, duket sikur është rastësor, por ka pasur këtë impakt për shkak se disa prej kishave që ne vizituam tashmë po i nënshtrojnë dhe restaurimit. Nuk e di çka ndodhur ende me kishën e Shën e Premtes, Shën Parashëvis në Porçev, në Povelç. Në Povelç pritet. Por që u gëzova shumë së fundi, sidomos me kishën e Kadipashej të Shën Theodorit, Shën Theodorëve, Shën Todrit, si thon banorët, por edhe me kishën e Bishqethëm të Shën Marisë. Për mua ka qenë një vërtet, sepse kur i kam vizituar edhe kur i pam, edhe historia e tyre më bëri që këto kisha meritojnë që të mbeten, të ekzistojnë, të ja trashëgojnë brezave. Dhe u gëzova shumë që edhe Ministria e Kulturës ka ndërmarrë së fundi një projekt për t'i shpëtuar, për t'i konservuar, për t'i ruajtur këto. Duket sikur ne shkuam para dhe më pas vjen edhe restaurimi.
Po ndodhte restaurimi në kishën në shën e parashevis në përmet gjithashtu. Dhe ky ka qenë pjesë e misioneve që ne kemi bërë udhëtimin në kishat e hershme të Shqipërisë. Por këto dy kisha të veçanta në Fier më kanë në bashkinë e Lushës në qarkun Fier. Ndodhen në harkun e 10 ditëve apo 2 javëve njoftimet nga ana e Institutit të Monumenteve të Kulturës që për kishën e Bishqethmit në Lushnjë, që ishte një rast emergjent, të fillonte restaurimi. Dhe më pastaj përsëri i njëjti institucion bëri njoftimin, që u shpërndadhe në median sociale, sepse atë po ndjekim shumë, dhe pastaj dhe median vizive kombëtare për kishën e manastirit të Shën Teodorëve në Kadipashaj ose në fshatin Arrës, siç quhet sot, në bashkinë e Lushnjës. Ato janë kisha që ndodhen pranë, disa kilometra nga njëri tjetri, janë kisha të fund shekullit të 17, janë bazilikat tipike të myzeqes të përbëra nga kisha, të rrethuara nga hajatet, me këmbanore në pjesën perëndimore, ku ajo e Shënmërisë Bishqethmit është interesante sepse ka një këmbanore prej druri që ruhet edhe në kishën e Shënkollit në Vanaj të bashkisë së Fierit. Janë pak a shumë unike këto dy kisha. Por janë dhe kisha ku kanë punuar piktorët e familjes Qetiri, të cilët kanë zbukuruar me afreske dhe me ikona 14 kisha të krahinës së myzeqes. Por si kisha me statusin monument kulture, kishte ardhur koha dhe ishte emergjente ndërhyrja. Dhe kjo ka qenë jo vetëm lehtësim shpirtëror për gjithë ne, ka qenë kënaqësi, por ka qenë edhe një, nëse do të gjej termin e duhur, ka qenë edhe një lehtësim i egos ton profesionale, ose një justifikim i egos ton profesionale, sepse këto të dy kisha ne I kemi me objektivin e kamerës emisionit ton, ka qenë emisioni udhtim në kishat e hershme të Shqipërisë, të cilët I kemi dokumentuar atë gjendjen e agravuar të tyre dhe nevojën për ndërhyrje në të gjitha aspektet. Antonio qëndron pas objektivit të ftohtë të kamerës dhe bëhet fjalë për Antonio Poshnjari, për një nga bashkëpunëtorët e këtyre 2 emisioneve, një pjesëmarrës aktiv në këto udhëtime të jashtëzakonshme, I cili të paktën në kishën e Shën Teodorëve u mundua shumë për të pasqyruar një pjesë të madhe të fragmenteve të brendshme, të jashtme, të hajateve të kishës për ta dokumentuar në emision me qëllim sensibilizimin e specialistëve, të njerëzve kompetent vendimarrës në institucionet përkatëse, por dhe të shoqërisë që të gjithë këta aktorë dhe faktorë të ndikonin së bashku që të arrijej dhe të ecej në këtë hap. Dhe unë mendoj se do të jemi shumë afër edhe drejt ndërhyrjes në 2 kisha të tjera, një në bashkinë e Fierit, siç është Shën e Premte ose Parashqevia, që ndodhen në Povelç, që në literaturë njihet Shën e Premtja e Sopit. Pra është bërë një njoftim I tillë, pritet të fillojë së shpejti restaurimi I saj, por dhe për kishën janë hedhur hapa dhe për kishën e Shëngjergjit në Strum, që ka bashkia e Roskovecit, që janë 2 objekte që presin dhe janë në gjendje vërtet ka ardhur koha për të ndërhyrë dhe për t'i futur me dinjitetin që I takon në hartën e turizmit
fetar. Turizmit fetar, turizmit kulturor dhe historik. Unë do të kujtoj një fakt në një eksperiencë që kemi pasur bashkarisht në kishën e Shën e Premtes në Fier, kur unë ndeshëm në atë rrugë të vetmor që të qonë të kisha me një familje të zonës, krye familjari dhe disa nga zonjat e familjes së tij, dhe ju më latë mua që të bëja me atributin tuaj të gazetarit dhe të komunikoja. Ka qenë nga emisionet më të ndjekura. Pati një shkueshmëri shumë të madhe një emision. Më kujtohet dhe po kujtoj bashkarisht me sa emocion dhe tregoj ai që kjo është një kishë mrekullive, një kishë shumë e frekuentuar nga banorët e zonës, të cilët shkojnë dhe ndihen mirë shpirtërisht, gjejnë atë forcën e besimit. Dhe pikërisht ju kujtuat emisionin atë Grigor, dhe unë mund të them me përgjegjësi që kemi bërë një punë të mirë, që mund të ishte, sepse edhe më e madhe, ose do t'jetë më e madhe në të ardhmen, që këto vlera të jenë gjithmonë të pasqyruara sipas zhvillimeve të kohës, por dhe për brezat që do të vinë, që t'i njohin të gjitha vlerat e këtyre objekteve të jashtëzakonshme, që nuk do t'rregojsha paksa laik në këtë ligjërat, që nuk i përkasin vetës kishës ortodoks autokefale të Shqipërisë, komunitetit ortodoks, por i përkasin të gjithë kulturës kombëtare shqiptare. Një diçka tjetër, profesor, është që kam parë që edhe një kishë në Roskovec, një kishë të vjetër që shkuam, se unë si kujtoj do të me emra të gjitha. Pikërisht Shënqergji Strumit. Ajo është jo diku tjetër, ka qenë diku tjetër? Është kisha. Kam parë që kanë bërë një restaurim aty. Kisha e Shën Nikollës në Kurjan. Po. Çfarë ndodhi aty, profesor, se ju i dini më mirë ato gjërat? Po, shembull tipik për të vlerësuar ka qenë Bashkia e Roskovecit, e cila financoi restaurimin e saj, i cili u bë nga specialistët e monumenteve, Institutit Monumenteve të Kulturës. Ky është një kishë e veçantë aty. Një kishë vërtet e veçantë, por shembulli është një shembull unik që shumë tregues, shumë signifikativ. Njerëz të mençur me vizion që drejtojnë atë institucion e menduan, e vlerësuan dhe nëpërmjet restaurimit të saj, jo vetëm e rikthyen në hartën e turizmit fetar, por dhe atij historik dhe kulturor. Aty zhvillohet Bashkia e Roskovecit qysh prej vitit 2015, zhvillon një aktivitet të përvitshëm javën e fundit të muajit tetor, që është Festa e Ullirit. Banor të zonës, përfaqësues të institucioneve arsimore, kulturore, të ftuar nga Shqipëria, nga trupi diplomatik, përfaqësues të artit, të shkencës, themi dhe të politikës, pa të cilën nuk bëjmë dot, është arti i qeverisjes. Mblidhen së bashku në drejtimin, organizimin e Bashkisë Roskovec dhe rikthejnë atë traditën e përpunimit të vajit të ullirit, që është një traditë e vjetër e asaj zone. Roskoveci shquhet për kultivimin masiv të ullirit, për prodhimin e një vaj të kualitetit të jashtëzakonshëm. Ka disa fabrika atje që punojnë, operojnë dhe hedhin çdo vit në tregun shqiptar dhe të huaj produktin e ullirit vendas, dhe duke ricikluar këtë traditë të vjetër, prezantohen institucionet arsimore me punimet, gatimet
ftohen këngëtar të vendit, të cilët argëtojnë publikun, vizitohet kisha e famshme dhe pikërisht ajo kishë ku në qarkun e Firit është e vetmja që përfaqëson shkollën e Beratit, sepse në mos gaboj në 1572 apo 1578, më falin se teleshikuesit për ndonjë pasaktësi të vogël, aty ka, sipas mbishkrimit, ajo kishë është pajisur me afreske nga i biri i Onufrit Madh, nga Nikola dhe ndihmësi i tij Johani. Kisha ka një arkitekturë të veçantë, ka dhe një historik të vjetër të restaurimit saj nga Instituti i Monumenteve të Kulturës, ku një meritë jashtëzakonshme ka profesor Meksi, jo vetëm në restaurimin fillestar të saj, por edhe në studimet, në disa studimet të mëvonshme. Dhe për të gjitha referencat, të gjithë studiuesët e ndryshëm që janë marrë me të, por edhe përfaqësuesit e medias së shkruar apo elektronike, janë referuar gjithmonë profesor Meksit. Aty është dhe një liqen artificial, që është liqeni i Kurjanit, i vitit 1956, një nga liqenet më të mëdha të Shqipërisë, i dyti në Shqipëri pas atij të Tiranës, për nga koha e ndërtimit, një natyrë shumë e bukur, ka dhe një shprehje shumë të famshme të kryeministrit, zotit Rama, i cili kur e vizitoi e quajti Toskana e Shqipërisë dhe ka mbetur dhe si shprehje. Në fakt ne kemi identifikuar gjithashtu dhe shumë gjurmë të kishave apo të katedraleve të dikurshme. Dhe zona e Fierit dhe Lushnjës pothuajse është skanuar, të themi, nga objektivi i radios ngjallje, po përmes shkrimeve që keni bërë, apo edhe nëpërmjet librit të mikut ton të nderuar, cilin e përshëndesim, zotin Niko Ferro. Në fakt, kishat e hershme të Lushnjës dhe të Divjakës. Por ajo që më ka bërë përshtypje është kur shkuam, vizituam atje në të Kodrën pranë Fierit, tek ajo çezma e famshme. Tek çezma e Mbyetit. Që gjetëm edhe rënoja, që identifikuam edhe rënojat e një kishe të hershme. Pse ka rëndësi, profesor, të identifikojmë edhe rënojat e kishave, vendet ku ato kanë qenë? Është shumë e rëndësishme sepse është kthimi i identitetit dhe i emërtimeve të dikurshme të traditës. Ju e kujtuat me shumë gjetët rastin dhe e sollët shumë mirë në këtë shembull në bashkëbisedim. Atë ditë ne kemi bërë një shtektim kishën e restauruar, kishën katedrale të Shën Markut në Griz, aty ku në kishën e dikurshme niste subjekti i romanit Lumi i vdekur të Jakov Xoxës. Kemi shkuar më pas në bashkinë, në territorin e bashkisë Patos, dhe mi ngjitur në rrugën e vjetër automobilistike që lidhte Fierin nëpërmjet Patosit, Dukasit, Margëlliçit me Ballçin dhe Mallakastrën, dhe në fshatin Dukas, sot lagje e qytetit të Patosit, vizituam kishën e Shën Mhillit, një kishë e rënuar, e cila ishte kthyer në një vatër kulture dikur, dhe që gjurmuam elemente arkitektonik, elemente të varrezave të vjetra, të cilët tashmë Bashkia e Patosit ka ndërhyrë, i ka risistemuar dhe e ka zgjidhur përfundimisht çështjen e atë. Dhe unë do përdor diçka, do ta them me humor. Atje pas vizitës tuaj si njëri i Perëndis, po e them këtë dhe nuk e kam të tepruar, por na linde drejta që të bëjmë dhe humor dhe këto projektimet tona t'i ndajmë dhe me teleshikuesin. Pas vizitës sonte të fundit, Bashkia e Patosit ndërhyri dhe e zgjidhi atë problem. Dhe stacioni i tretë që kemi zhvilluar atë ditë ka qenë në rënojet e kishës së Mbyetit.
shënkollit të mbyetit. Për të gjithë qytetarët fjerak, ose për të gjithë qytetarët e Shqipërisë që u thonin dikur për në jug, sepse për më se një dekadë rruga automobilistike ose autostrada, superstrada e jugut Levan Tepelen e ka zhvendosur trafikun e udhëtimit drejt jugut të Shqipërisë, i cili më parë kryej nga rruga e vjetër Fier, Patos, Ballsh, Tepelen, Gjirokastër edhe mëtej. Dhe kalonte nëpërmjet unazës së jashtme të Fierit, merrte drejtimin e Patosit dhe pranë fshatit Mbyet kishte edhe një kthes dy fishe që quhej në vendin e quajtur Çezma e Mbyetit. Mbyeti është një fshat i vjetër i Fierit, i njohur, sot njihet edhe për se stacioni i fundit i qytetarëve fierak është në Mbyet, pasi ndodhen varrezat publike të qytetit të Fierit. Po pikërisht Çezma e Mbyetit që njihet tashmë dhe dikur është quajtur Çezma e Shënkollit. Por me zhvillimet e viteve 1960 ose viteve 60 të shekullit kaluar dhe pikërisht pas fjalimit 4 shkurtit 1967 të Enver Hoxhës, kur nisi lëvizja që çoi në ndalimin e fesë, në mbylljen, në shkatërimin e institucioneve fetare, në zhveshjen e klerikëve dhe në kthimin e tyre në jetën civile. Ndodhi dhe ndërrimi i emrave të vendeve të shenjta dhe kryesisht të vendeve të kultit ortodoks. Kjo ndodhi dhe me Mbyetin. Pra, Çezma e Shënkollit nuk quhej më Çezma e Shënkollit, por nisi të quhej me emrin e fshatit, Çezma e Mbyetit. Ne vizituam atë ditë edhe shtëpinë e kishës të priftit që kishte mbetur, të cilat për shumë kohë ishin sekuestruar nga shteti shqiptar. Aty dikur në fund viteve 60 u ngrit baza e korpusit dhe më vonë divizionit të Fierit. Dhe 100 metra më poshtë kishës kemi evidentuar dhe 3 tanke të ushtrisë shqiptare, tanket prodhimit sovjetik apo kinez që kishin mbetur si relike të asaj kohe dhe që dëshmonin fare mirë këto zhvillime. Por ajo e veçantë ishte që prekëm nga afër dhe varrezat e dikushme të Shënkollit, të cilat tashmë ishin nisur me largimin e bazës ushtrisë të rivitalizoheshin. Pra njerëzit kishin restauruar jo vetëm varret e vjetra, por kishin restauruar, kishin bërë dhe rritet të reja varrimi. Dhe aty ndodhi dhe diçka që patjetër është shpirtërore, është e veçantë. Ndoshta unë aty jam rrëzuar dhe mbaj mend shumë mirë që më është prishur dhe zinxhiri i orës, e ka marrë orën dhe e ka futur në xhep. Biles ka qenë një rrëzim spektakolar që më bën të besoj që në vendet e shenjta duhet të kesh kujdes, sepse duhet të kem shkelur diçka apo kam bërë një lëvizje të pakontrolluar me ato. Është për t'u shpjeguar dhe me ato merakun e ton të madh që kemi për emisionin, për zbatimin e skaletës, për skenarin, për pamjet, për qëndrimin tuaj shumë kritik dhe shumë kërkues për zgjedhjen e pozicionit, për fushpamjen, për planet e shumta që duhet i servirim teleshikuesit. Dhe propozimi ishte që Koashi në këtë rast, mitropolit përkatëse që kryejnë dhe bëjnë një punë shumë të mirë, por ne na kanë dhe një farë lobingu, ne bëjmë dhe një farë shërbejmë si një grup presioni pozitiv, ose një grup, ose jemi një ekip
që i shtym ose i nxisim për t'i kujtuar që janë dhe disa veprime të tjera që duhet të bërë, sepse Tagrin e ka pikërisht mitropolit përkatëse që në këto vende ku nuk ekzistojnë kishat e dikushme dhe ku mundësi që janë rënojat, të vendoset një shenjë, një kryq, të ndërtohet një altar i vogël ose një paraklis i vogël dhe të vendoset dhe në bashkëpunim me pushtetin vendor tabelat përkatëse që këto të kthejnë identitet, çezma e shënkollit të mbyetit. Dhe të gjithë teleshikuesit e Fierit që më ndjekin, për të gjithë jam i sigurt që sot pasdite kur të shkoj në Fier, sepse ne ndodhemi aktualisht në Tiranë, në studion e një nga studiot e Radios Ngjallja të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, do të më thonë që Ilirian, ne nuk e dinim këtë fakt dhe unë besoj do të ndaj këtë përvoj pikërisht në një tjetër podcast me ju në këtë studio Grigor. Dhe një pyetje të fundit, profesor. Tashmë keni bërë disa shkrime, shumë shkrime. Do t'i përmblidhni në një libër? Para pëlqej ta them dhe këtë. Presar sa afërmi që të gjitha shkrimet e botuara në faqen e Radio Ngjalljes, për të cilat do t'ju falenderoj juve si drejtuesi këtij institucioni, por edhe bashkëpunëtorët tuaj, të cilët kanë shërbyer si sugjerues, redaktor, shpeshherë dhe korrektor, se ndonjëherë dhe nxitohemi për të kapur afatet e punës së botimit, ose nga jo ndjesia e zbulimit të diçka të re për ta ndarë me ju, me publikun. Mendoj që do të dalin, do të grumbullohen, do të bashkohen në një libër, në një botim, që natyrisht do të jetë botim i Radio Ngjalljes, që të jetë dhe në print, që dhe publiku nesër ta ketë në një raf biblioteke, ta marri, ta shfletoj, t'i shërbejnë të rinjve për tema të ndryshme, sepse aty nuk ka, po përdor një term të ndjerit dhe të intelektualit të shquar, njeriu të Kishës Ortodokse, Dimitër Beduli, ai ka një botim me shumë vlera, kishë dhe kulturë. Dhe në këtë libër nuk ka vetëm kishë, nuk ka vetëm kulturë, por ka dhe histori, ka dhe përshkrime të vlerave artistike, ka personazhe të studimit, arkeologjisë, të restaurimit që i kanë risjell në këto vlera në formën e tyre të dikurshme. Dhe pse jo, po të kem dhe unë si ilirian, një krenari të ligjshme, është edhe kjo një, ndoshta është pak individuale, por gjithse cili ka dhe pak atë egon profesionale. Ashtu si që shoh këtu një ambient shumë të këndshëm tek ju, dhe u familiarizova me njëherë në këtë studio, se ishte edhe një pjesë që më përkiste mua, shoh këtu historia e Francës, historia e perandorisë Osmane, historia e Ballkanit, dy portrete të Tudorëve, të dinastisë së famshme që mund kujtojnë revolucionin liberal anglez, po dhe pse jo, që ngeni dhe shumë të hapur, që nga dhe një biografi e Mao Zedongit në anglisht, por që dhe një libër i imi, ashtu se dhe i kolegëve të tjerë që kontribojnë në fushën e trashëgimisë shpirtërore të kulturës dhe historisë, të jetë në një, jo vetëm bibliotekën tuaj, po dhe në biblioteka të tjera. Profesor, ne ju falenderojmë shumë që ishi sot me neve, e di që jeni lodhur, keni ardhur që herët sot që nga Fieri, ju vazhdoni të shërbeni dhe në muzeun e qytetit të Fierit, një muze që edhe më ka lënë shumë bresa si drejtori i këtij institucioni, dhe gjeni dhe kohën të bashkëpunojmë edhe me Radio Ngjallje. Ju falenderojmë shumë që ishit me ne dhe ju falenderojmë gjithashtu për gjithë bashkëpunimin që kemi patur. Unë do t'ju falenderoja juve për ftesën,
e sotme për këtë bashkëbisedim, por të ty falenderoja përsëri edhe si stafi Radio Ngjalljes për krahjen, për nxitjen e bashkëpunimit që kemi pasur, bashkëpunimit shumë të frutshëm, por dhe për vërejtjet, këshillimet dhe sugjerimet tuaja. Ju falenderit.